I fundit, janë sill brenda kornizave ligjore prej frikës nga reagimi ndërkombëtar, I cili ka qenë reagimi I fundëm I autoritetit final. Heqja e bashkësisë ndërkombëtare si faktor real në shoqërinë tonë, mendoj unë mes tjerash e ka sjell krejt kulturë shoqënore e cila është arkaike, është feudale, primitive e cila mas shumti reflektohet në qeverisjen e sotme. Tash, nëse që kjo që I thom unë është e vërtet, mund tjetë s'është, shpresoj që s'është, po nëse del që është, atëherë na duhet mu pajtu që I vetmi status që na jemi në gjendje mi meritu si shoqëni është protektorati. I vetmi status, me qenë se pavarësisht faktit formal që na jemi vendi pavarur, ne kemi shpall pavarësinë, kemi ndërtuar institucione shtetërore, fakti që ato sot jo që s'po dimi përdor, po që po I relativizojmë, do të thotë I shkon ftesa për prokurori kryeministrit, ky nuk e bën hesab. Çon ti pyetje në gjykatë kushtetuese, ata objektivisht kanë frikë me tu përgjigj, meqense se vetëm përmes ndërhyrjeve ndërkombëtare ka funksionuar gjykata kushtetuese. Edhe ti sa të shesh që shkrejt levat institucionale, ti I ki, mirë po, ti ato nuk I respekton. Nëse një shoqëni qohet mos mi respektu sistemin e vetë politik, edhe që thojnë rjetin institucional, ku shko mi mbrojt ato? Demek, ajo mbrohet vetëm përmes respektimit. Po, është një farë paradoksi, tash të keni shoqëni e cila ty po thu nuk e respekton asnjë levë të funksionimit të shtetit, ndërkohë e keni shoqëni e cila është që 3 muaj ka klidh, na lat pa shtet, na lat pa institucione. Jo, so ka klidh. Jo, nuk është. Që tu unë dalloj, unë nuk mendoj që shoqënia jonë është në gjendje me kuptu domin që o ka shkaktuar. Unë besoj që janë duke kuptuar jo në biznese, me institucione jenë të vrejtë këto. Kjo është krizë e ropë, nuk është kjo për mua me qenë njerëz të zakonshmit që ke pe I bëj. Jetën e përditshme pe një çështje. Pra po fjallë për sa ishte 1 miliard, sa ishte aty që doli besnik Beslimi tha ka para mjaftueshëm, tha mirë shkon marrë dhe ato parë, po mos I serdhe s'ka lidhje. Që ky vëdësi që po e lyp duke, domethënë komezot edhe pak, për shkak se këto krizat do të më ofsellu edhe pak. Do të më shku edhe me tej. Edhe unë kam një farë Schadenfreude kur pesho zotin Kurti, që shka met një farë si një farë kastori në ata ka fazë si vetë sillet, edhe nuk në gjendje kur farë zgjedhje me bo për telashet cilat u fut vetë. Po kjo është pasojë e politikës ti, që ato që I përshkrujt I duki, që I analizoj, do të thotë, për tonë këto vite, që ajo kultura atyre që I kanë instalu këtu, që kushto me neve është I poshtër, është me Serbinë, është tratar, sot është ka I hakmeret zotit Kurti. Edhe kjo ka zgjat gati 2 dekada. Edhe vetë vendosjes, po drejt për drejt, edhe kësaj shishnie për hakmeret. Kështu që I ka me marrë kohë deri të shërohemi pak na për I kësaj smuje. Po. Deri të kjellë. Bizneset ka përshtypjen pra që kriza ka jetohet gjithandej. Pra, edhe është krizë, kriza është e thashme. Me njerëz të biznesit, gjithandej pra njerëzit ankohen për krizë serioze. Që ta është prej qershore, kush tregtohet të rrima. Do më vetë deficitit tregtar. Për lësh shtrejtimi I rrymës së nis prej qershore. Nuk përmenet heq, do të thotë, është deri në prill, prej janarit deri në prill, Kosova ka importuar 2 miliard e 100 milion euro mallra, ka eksportuar 270 milion. Do të thotë një kalkulim që I kishte bërë një kolegi ynë Shenolli Muharremi, do të thotë për 1 euro në Kosovë që prodhohen, importohen 8 euro vlerë. Kjo është aspekte tjera. Kjo është aspekte tjera. Jo, kjo tregon që prodhimi vendor ka shkatërrohet bata. Në këtë situatë ka shkatërrohet. Këtë situatë është dashur me kapitalizu opozita për faktin që nuk ka më narracion që mundet me ushty që këta më çon gjykatë kushtetuese dhe më rrëzun. Si qeveri, si zvarritje, çfarë do qoftë. Se domethënë se kjo pe qet në pa edhe vetë relacionin ose mungesën e relacionit, me thonë që e ka Kurti me vartësit e ti. Qysh pranon Albulina Agjiu mu trajtu në atë forma, ka në pik digniteti ajo. Ky për thotë, unë I kam 61 vota për veti, për ty nuk I kam. A jena bashkë partijak, a jena kolega, qka jemi? Dhun,
Në qasi momentit i shkon edhe i thu ati udhëheqësit, po udhëheqësi nuk do më thonë që ta ka shpirtin dorë mëre, a di qysh dhe një pik digniteti me pas me thonë ti i paske 61 vota për kryeministër. Edhe po ma që të mu që po do më u bo kryeministër, Unë në gjatë hajde që edhe ja që do kam 61 për kuvend edhe kalojmë, pra se ti e pranove që jetë e bloku. E tani ku me shkun për së më thonë, ky relacioni që e ka ndërtu, i pashëndetshëm, i pashnosh, po që po funksionon në këtë shoqërinë tonë, do të thonë me varësit e tij. Ç'kjo e para, tash për strategjinë dhe taktizimet. Përkundër batonit, unë nuk menej që në strategji më afatgjate zëdi Kurtin ka na interes që me shti në kalkulime Vjosa Osmanin, Lumir Abdigjikun, unë besoj që me këto lëvizjet e fundit, me që e nisi prej nismës dhe aleancës, që tha aleancës i ka nimu nisma, se këto dy as njën as kishin mujt me kalu, do më thunë eliminimit të kundështarve partijako politik, që këto dy formacione, aleanca, nisma nuk janë serioze, kush është targeti radhës? LDK-ja. Unë menoj që ma shumë ka 5 ndaj LDK-s, edhe dënë me gry hala, që me bu forë, që me thonë, trivialit, parancishme, po, ama jo me taktizimin që me shti Vjosa Osmanin loj. Po, mi apelu, se këtu po metën 2 boshte, këtu po dënë me shku drejt 2 boshteve për kundër fotografisë e sotme, do me shku drejt 2 boshte, vetë vendosje PDK, dhe elektoratit të LDK-s, mi thonë, LDK-ja nuk po mundët PDK-n me balafaqu, se edhe dje e tha, qka është kjo insistim me fut PDK-n? Që aludojki që veç LDK-ja po dënë me shti PDK në koalicion. Do më thonë, e grym në LDK-n hala, elektoratit të LDK-s i thëmë veç na mu imi bo balë PDK-s. Dhe me shku drejt që ati boshti, do më thonë, me dy partive, ama krejto taktizime për me i rujt edhe për me konsumu pushtet për veti. Do më thonë, qarë Pas ka një deklarat të ambasadorit Gjerman, Rode, mos në përmena më sa herë që po bëzën të deklarohet asë njës pozitiv. Nesër është rëgështë i kesh vëtëror, po thot. Ky është militant, si vetë vendush. Ambasadori Gjerman. Ka qenë në Rubikon, Klan Kosova, sot. Ambasadori Gjerman edhe ai francez. Rode pas ka bo këtë deklarat. Kjo nuk është e mirë as për vendin, e as për reputacionin e Kosovës si ashtë vendit, sepse me duket mua që është rekord i keq vëtëror që për raund të 19 të